Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe sot, i përmend disa prej domethënieve dhe mesazheve të Kur'anit. Kur'ani është libër i jetës, ai është për të gjallët, është metodologji e gjallë. E na si i thartë të tij, e si ndjekës të tij duhet mundohemi gjithmonë të jemi lëvizës, dinamik dhe të ecim gjithmonë me kohën. Pra, domethëniet e Kur'anit, mesazhet e tij, qëllimet e tij, postulatet e tij duhet me u mundu gjithmonë me i gjallëru me kuptime të reja dhe me aksione sa më të dendur. Sot po mundohem me e veçu një gjë shumë e rëndësishme në jetën tonë, të cilën Kur'ani nuk i ndahet e që nga lindja e njeriut është me të. Pra, më kujtohet si i ri tek sa lexoja për Kur'anin, ato e pata gjetur një çështje që kanë diskutuar dietarët se cili është ajeti i parë që ka zbritur në Kur'an dhe ajeti i fundit. Bile një ditë nëse nuk gaboj edhe këtu nders e përmenda që teksa kanë qenë i ri e pata lexu Sahihun e Buhariut dhe ndër ata kapitujt të cilët i pata lexuar më kujtohet që ka qenë një hadith ose një kapitull thirrja e ezanit ose si janë marrë vesh sahabët, se si kanë ardhur në përfundim që ezani duhet thirret kështu, e pata kuptuar që ata kanë parë në ëndër e pastaj Bilali e ka thirrë. Po unë si i ri e kisha pa harruar mësimin më të rëndësishëm, që atij më të mirit do të më jap përparësi. Pra kur ka më të mirë mesin ton, nuk do të më marrë rësh. Këtë mësimin unë edhe e kisha harruar në jetën time e pata mësu tek më vonë. E edhe këtu e pata mësu kështu si çështje që disa dietarë mendojnë që kanë zbrit ato 5 ajetet e para të surës Alaq, e disa të tjerë kanë thënë surja Muddathir, disa surja Fatiha, ose fundi ato ajetet e riba, ose kështu me radhë. Mirë po mësimi më i madh që tek më vonë e kam mësuar është se pse ka zbritur ose pse kanë zbritur pikërisht këto ajete në fillim e pikërisht ky ajet ose këto ajete në fund. Këtë e kanë kuptuar shumë më vonë. E mësimi më i madh që e kanë kuptuar më vonë që na duhet të na vynë të rritën është besimi, akidja. Pra Allahu më dhuruar kur i zbret ato ajetet e para të surës Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lezo me emrin atij cili ka krijuar çdo gjë, e kështu me radhë, i tregon ato etapat e krijimit të njeriu, po edhe në fund Allahu më dhuruar i thot njeriu të njerëzve që të kenë frikë, të ku yawmun turja'un fihi ila Allah, keni frikë ditën ku ktheheni te Zoti, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, pastaj çdo njeri t'i japet ajo hisja dhe as sa meriton në raport me atë që ka punu dhe ka marrë për veten, o hum la yudlimuna, atyre nuk ju bëhet zullum e kështu me radhë. Deri vonë unë i lexoja këto ajete, po nuk e kuptoja plotësisht atë qëllimin final të këtyre ajeteve në fillim e mbarim. Pra njeriu ose muslimani ose muslimantët e asoj kohe janë të ndërlidhur për gjatë 23 viteve mes fillimit edhe fundit. Pra Zoti i Madhruar e fillon zbritjen e librit të tij me këto ajete dhe e mbaron pikërisht prap me besim dhe me një lloj thirrje për njerëzit që ta kenë frikat, e të kenë frikë respekt ndaj tij, e ta kenë në kujtesë mbamendje gjithmonë ditën e Kiametit. Po pse? Pra në këtu del në pah rëndësia e besimit, rëndësia e qenurit i afërt me Zotin dhe rëndësia që duhet ta ketë besimi dhe madhërimi Allahut të madhruar në jetën tonë. Po edhe sa kaq kjo akidje dhe ky besim duhet jetë motori shtytës, motori më i madh që njeriu të jetë e të bëhet sa më i mirë e sa më i dobishëm. Pra akidja përveç që na mbush me energji e me siguri e me një lloj rahatie shpirtërore, e qetësie shpirtërore që nuk e kanë të tjerët, sikurse e kemi ne me përmendjen e Zotit, me mbështetjen e tij, me besimin se çdo gjë që është në këtë botë është nga e prej tij, por në të njëjtën kohë kjo akidje bëhet shtytësi më i madh i yni që ti marrim frenat e udhëheqjes
frenat e të tjerëve e të drejtojmë ata ka xheneti, ka e mira dhe ka ajo që është e mbarë dhe e duhur për njerëzin gjithmonë. E dyta që po du me përmend nga ato ajetet e para që kanë zbritur dhe nga këto ajetet e fundit, pra muslimani si thash është i ndërlidh dhe është i mbrojtur e është i kufizuar nga ajetet e para që kanë të bëjnë me besimin dhe me etapat e krijimit, po edhe ajetet e fundit, të cilat na nxisin për devotshmëri, për fikë, respekt dhe gjithmonë njeriu ta ketë në kujtesë kiametin, është që Allah i madhruar dhe libri i tij që nga momenti i parë kur njeriu lindi në botë, libri i Allahut madhruar dhe ligjet e Zotit, porositë e tij dhe kujdesi i tij janë gjithmonë me ta. Andaj Ibn Kaimi rahimullah kur flet për të posalindurin dhe flet për urtësinë sepse duhet t'i knohet atij fëmiu të vogël ezanin në veshën e djathtë dhe i kametin në veshën e majt, Ibn Kaimi del përtej asoj anës përtej asoj anës juridike dhe përmend një dobi shumë të mirë, që nuk e kam harruar nga leximi i atij libri. E ajo është thot Allah i madhruar, që në fillim kujdeset për njeriu, që në fillim e mbushat me preventiva të cilat e mbrojnë nga devijimi i shejtanit dhe nga joshja e asaj që nuk është e mirë. Pra, fëmiu i vogël që në momentin kur lind, ai nga ato fillon të ambientohet me fjalën e Zotit dhe me porositë e këshillat e tij. Kjo është ajo përkujdesja madhështore dhe pa shembull që Zoti i madhruar ja bën njeriu që nga dita e parë e tij. Dhe e treta që është shumë e rëndësishme, Allah i madhruar nëpërmjet këtyre ajeteve na mëson një gjë shumë madhështore dhe shumë unike. Ajo është që Allah i madhruar që nga momenti i lindjes e deri në fund, me qenë se mes ajeteve të para dhe ajeteve të fundit i kemi 23 vite, e përgjatë këtyre 23 viteve janë shpallur ato që quhen legislacione, rregulla juridike, kështu me radhë. Pra Allah i madhruar, sikurse i thot njeriu që nga ajetet e para e deri në fund, përgjatë këtyre 23 viteve, që ne do të kujdesemi e do të mësojmë ty se si duhet ta bësh jetën tënde e se si duhet të jesh në raport me ata që të rrethojnë, në mënyrë që të jesh edhe i lumtur, po edhe i dobishëm për të tjerët. Nga këto ajete, nga këto shembuj, nga Kurani vet e mësojmë rëndësinë e besimit, rëndësinë e afrimit tek Zoti i madhruar, rëndësinë e mbështetjes tek Ai dhe rëndësinë e frikë respektit, devotshmërisë dhe kujtesës që njeriu duhet ta ketë për herë në mendjen e tij ndaj ahiretit dhe botës së përtejme, por edhe gjithashtu vlerën që duhet njeriu të jetë falënderues, mirënjohës dhe nënshtrues ndaj Allahut madhrum, ajo është që Zoti i madhruar që nga dita e parë kur ai ka lindur, e ka mbrojtur, e ka ambientuar me porositë dhe fjalët e tij, por dhe ja ka jep librin me të gjitha hollësirat dhe shtjellimet se si duhet jetë ai njeri në jetën e tij, në raport me familjen e tij, me rrethin, me shoqërinë, në raport me përgjegjësinë që e merr, në raport me udhëheqjen që bën, në raport me fenë që zotron. Allah na i dhau gjitha të mirat e na bashkoft herë mirësi. Faleminderit shumë.